edhe njëherë presionin e nevojshëm që Teherani zyrtar të vazhdoj me negociata drejt përmbylljes së marrëveshjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra në këtë, nisur nga kjo dhe nisur nga fakti që brenda pas një jave presidenti Trump do jetë për një vizitë në Kinë, si e vlerësoni mundësinë e një armëpushimi përpara se presidenti Trump mbërri në Kinë? Saktësisht kjo është ideja, ju e dini që ngushtica e Hormuzit lidhet në mënyrë drejt për drejt me sigurinë ekonomike të Kinës, duke marrë në konsiderat gjithmonë burimet e energjisë që shfrytëzohen përmes këtyre lloj rrugëve. Ne jemi dëshmitar të asaj se Kina është përfshi në zhvillimet në lindjen e mesme, saktësisht në çështjet që lidhen me aktivitetet e Shtetit Bashkuar të Amerikës në veprimet e saj konkrete në ngushtinë e Hormuzit. Ne pam pas këtyre zhvillimeve një angazhim konkret Kinës zyrtare, e cila siç duket dëshiron që në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ndërmarrin veprimet e nevojshme për të parë një marrëveshje reale mes Iranit dhe SBA-ve. Dihet që është Kina ajo që e ka suportuar deri më tani Iranin në angazhimet e saj, pam një përpjekje të testimit të raketave me kapacitete deri në 4000 kilometra, që në fakt ishin kinezët që u testuan në Iran për të parë nëse ato mund të prekin vendet siç është SBA-ja, që u interceptuan nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe që ishin drejtuar drejt një ishulli ku ka një bazë ushtarake. Thjesht ky angazhim ky udhëtim i Shtetit e Bashkuara të Amerikës përgatitjes presidentit të saj në Kinë tregon në Pekin tregon se Kina është faktor i rëndësishëm për të ndërmarrë veprimet e saj për ta bindur partnerin e saj Iranin që të realizoj një marrëveshje afatgjate me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke kriju çështje reale dhe serioze SBA-ve në energjinë, përkatësisht në burimet e energjisë në Iran. Ndërkohë, zoti Elezi, ndërkohë edhe ministri i jashtëm i Iranit ka qenë më përpara në Kinë. Si e vlerëson këtë vizitë? Pra, a jemi sërish tek një projekcion i asaj që ju thatë? Tek një mbyllje e këtij konflikti pas një jave? Saktësisht ajo që sapo thoni, se po përgatitet marrëveshja, po përgatitet vendi i nënshkrimit të marrëveshjes, po përgatiten opinionet e vendeve, qoftë Iranit apo edhe të SBA-ve, qoftë partnerëve të tyre, që tani më përfshirja e Kinës është shumë e nevojshme dhe marrëveshja qëndrueshme mund të jetë ajo që arrihet në Kinë, dhe krejt kjo për shkak se Teherani zyrtar duket që ka besimin që çdo zotim i SBA-ve në Pekin do të jetë i zbatueshëm dhe do të krijojë rrethona të reja sa i përket sigurisë në përgjithësi në lindjen e mesme, ndoshta edhe vetë realizimit të planeve të Iranit në çështjet që lidhen me sigurinë ekonomike, përkatësisht me aktivitet ekonomike në pjesën e ngushticës së Hormuzit. Ndërkohë, zoti Elezi, do futemi pak në Kosovë, po përpara se të shkojmë tek çështja, tek situata politike para zgjedhjeve, presidenti Vučić ka bërë një deklaratë të fortë për sa i përket, dhe unë do ta lexoj, për sa i përket Kosovës, kemi çdo arsye për të hyrë në luftë dhe kemi armë të avancuara të cilat i kemi marrë në Izrael. Si e vlerësove këtë deklaratë të presidentit Vučić? Në fakt, në këtë deklaratë dhe këto veprime të Beogradit zyrtari trajtojmë në 3 dimensione. E para që është shumë e rëndësishme, Serbia nuk ka ndërprerë përpjekjet e saj, angazhimet e saj drejt cënimit të sovranitetit të Republikës Kosovës dhe vendeve shtëqinje. E dyta se nuk është rreshtuar krah Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, të cilët populojnë fuqishëm për një siguri afatgjate, për një zhvillim demokracisë, për një zhvillim përgjithësi të bashkimit vendeve të cilët përsyejnë në antarësimin e Bashkimit Evropian, siç janë Shtetet e Ballkanit, dhe kemi një Serbi e cila së fundmi po riorganizon marrëdhëniet e saj, sidomos me vendet me të cilat SBA-ja ka problemet natyrës sigurisë, në këtë rast është Kina. Ju e dini që
Serbia mund të themi ka promovu armatimet të ndryshme të cilat i ka marrë së fundmi nga Kina, me çka dhe ka tentu me i kanuës vendet siç është Kosova, vendet tjera Ballkanit, përfshi këtu edhe Kroacinë si një antare e Bashkimit Evropian dhe antare e NATO-s, dhe krejt kjo deklaratë e tij mund të themi konsiderohet si një përpjekje e re e Beogradit për qenë në mund të themi në fokus të angazhimeve ndërkombëtare dhe për ta siguruar një ulse në tavolinën e bisedimeve të cilat do të jenë të rëndësishme për paqen në përgjithësi e posaçërisht për veprimet konkrete që i ka SBA-ja, partnerët e saj nga dishullin ballkanik, sidomos në këtë situatë ku Rusia po duket që vërtet ekziston mundësia të përdor vendet siç është Serbia për të destabilizuar statën e sigurisë nga dishullin ballkanik, përkatësisht në Ballkanin Perëndimor. Pra, nisur nga deklarata e zotit Vučić, ju po thoni që thjesht po kërkon që të ketë edhe ai një ulse në këtë tavolinën e madhe të rindarjes Ballkanit. Saktësisht është kjo, sepse në të kundërtën ne e dim që nuk ka kapacitete për të përballur me forcat ndërkombëtare të sigurisë, të cilat sipas rezolutës 1244 e që kjo rezolutë zbatohet në Kosovë nga NATO e veprohet përmes KFOR-it, dihet që nuk ka kapacitete, por që në fakt mbetet e fokusuar tek mund të themi ajo rreshtimi i saj në faktorizimin e Serbisë në marrëdhëniet që mund vinë. Siç e kemi pa, ka një gatishmëri të botës për të përfunduar zhvillimet në çështjet e sigurisë, kemi një angazhim serioz të Shtetit Bashkuar të Amerikës, partnerëve saj për ta mbyllur luftën në Rusi-Ukrainë, që pritet që të mbyllet deri në fund të qershorit. Kemi një angazhim serioz tani më të Kinës dhe SBA-ve për ta përfunduar çështën e Iranit, dhe krejt këto janë veprime konkrete ku edhe Ballkani do ta ketë vëmendjen e nevojshme dhe Serbia dëshon që të jetë faktori, ta ketë vendin e saj në tavolinë, duke përformuar me këtë lloj armatime të ndryshme, duke u cilësuar si njëri ndër faktorët kryesor të sigurisë apo jo sigurisë që e ka gatishulli ballkanik, përkatësisht territori që është pjesë e Bashkimit Evropian e që mund ta rrezikojë edhe vetë sigurinë e Bashkimit Evropian. A lidhet kjo edhe me nismën e 3 kongresmenëve amerikanë që po kërkojnë një rezolut për antarësimin e Kosovës në NATO? Saktësisht, ju dini që në kuadër të strategjisë 2018-2028 Forca Sigurisë Kosovës ka avancuar drejt asaj që nga një forcë sigurie të kalohet në ushtrit Kosovës. Dhe tani më angazhimi i saj së bashku me forcat ndërkombëtare, posaçërisht me Shtetet Bashkuara të Amerikës në Gaza, tregon qartë se tani Kosova ka një strukturë ushtarake që mund të jetë aleate e aleancës më të fuqishme në botë të sigurisë NATO, dhe në këtë rast jeni të sigurt që edhe nisma e kongresmenëve amerikanë është në koordinim dhe harmonizuar me vetë qëndrimet e Washingtonit zyrtar, dhe është një nismë e cila padyshim që e ka bekimin e SBA-s, padyshim që e ka mbështetjen e qytetarëve amerikanë, e që në fakt janë gjitha këto përgatitje që në vitin 2027 Kosova dhe zyrtarisht bëhet antare e NATO-s, një antarësim të i nevojshëm për të garantuar sigurinë e obligos Kosovës, ndoshta për të garantuar sigurinë përgjithësi nga dishullin ballkanik, sepse tani më kjo vrim ku Serbia dhe aleatët e saj mund tentojnë ta përdorin për ta cënuar, për ta rrezikuar trupën e NATO-s, do të mbyllet dhe për gjithmonë ndoshta do të krijohen rrethana të reja sa përket sigurisë përgjithësi në kuadër të angazhimeve, sidomos atyre mund të themi ligjore që NATO ka për shtetet anëtare të saj. Ndërkohë, zoti Elezi, kalojmë pak tek situata politike në Kosovë. Çfarë ndodhi që Kosova shkoi sërish në zgjedhje në një kohë ku zgjedhjet e 28 dhjetorit u duk sikur pati, le të themi, një fund të asaj që vullnetit qytetarëve të Kosovës. Pra, parajmëroi që çdo krizë tashmë do të kalojë, sepse zoti Kurti mori një masë të madhe votuesish. Më lejoni të përmend që problemet e sigurisë politike në Kosovë janë serioze dhe kanë lëndu, mund të themi, angazhimet e ndërkombëtarëve posaçërisht Shtetet Bashkuara të Amerikës në lidhje me performancën që Kosova ka apo duhet ta ketë në arenën ndërkombëtare. Kjo sfidë e sigurisë politike
ka lëndu Kosovën në aspektin e zbatimit të programeve që lidhen me standardet që Kosova ka për t'i plotësuar për qenë anëtare strukturave ndërkombëtare që tani më nuk është. Kjo krizë politike ka ndikim edhe në sigurinë ekonomike që në fakt Kosova është rënduar fuqishëm duke pasur gjithmonë parasysh se mungesa e institucioneve të saj performancën e ka sigurisht të atill që angazhimet ndërkombëtare janë të nivelit më të ulët apo të breshta dhe ky riorganizim apo ky organizim i zgjedhjeve të sërishme tregon që politika e Kosovës nuk është në përputhje me nevojat që ka Kosova për të qenë unifikuese, minimalisht derisa të jemi anëtare në organizatat në cilat Kosova ka shumë nevojë me qenë, e të jemi edhe prosperuese në angazhimet e Bashkimit Evropian që kërkojnë apo që po mundohen që Kosovën ta shpinë më afër anëtarësimit të saj. Ju dini që Kosova është shteti që më së paktu ka avancuar në këtë drejtim dhe krejt kjo për shkak të sigurisë politike, për shkak të angazhimeve politike. Unë kujtoj që në këtë rast, të paktën në këto zgjedhje, kishim parti politike me oferta të cilat lidhen drejt një marrëdhënie të përbashkët e parë nga aspekti kombëtar që determinon apo detyron angazhimet politike në drejtim të zbatimit të zotimeve që kemi pasur në raportin ndërkombëtar, ta nxjerrim Kosovën si një shtet i cili ka për qëllim që të jetë pjesë e familjeve të fuqishme qoftë e NATO-s, e Bashkimit Evropian apo organizatave tjera siç është Interpolli, dhe vetëm me një unifikim të politikës së kosovare mund të realizojmë të gjitha ato zotime të cilat i kemi bërë në Washington, në Bruxelles apo edhe në qendra të tjera vendimorse. Andaj kujtoj që në këtë fushat pres dhe uroj që politikanët apo dheste subjekte politike ta drejtojnë Kosovën drejt një mesazhi të qartë se Kosova është e gatshme dhe është serioze dhe performant fuqishëm sa përket zotimeve të saj ndërkombëtare. Ju e dini që SBA-ja është garantuar apo ka garantuar në mekanizma ndërkombëtar se Kosova është një shtet i cili do thotë reflekton sa i përket zotimeve të saj, sidomos tek zbatimi i drejtave të komuniteteve apo edhe te zbatimi i mund të themi zotimeve ndërkombëtare që lidhen me çështje qoftë politikës apo të sigurisë. Po sa serioze është Kosova, se unë jam dakord që duhet të jetë unifikuar etj, po sa serioze është Kosova në një kohë kur brenda vitit ka shkuar, po shkon gati 3 herë në zgjedhje dhe ka shumë mundësi që një rezultat i ngjashëm mund ta riçojë sërish në zgjedhje. Është saktë që nuk është serioze. Fakti që ne kemi në një periudhë të shkurtë zgjedhje të reja tregon që serioziteti, niveli i seriozitetit të politikanëve në Kosovë është nën pritjet minimale. Prandaj mund të them që unë po pres që paktën në kuadër të angazhimeve të reja të biteve politike, plan anash interesat e grupeve, planeve dhe të vendosin në ofertë për qytetarët e Republikës Kosovës të armën e Kosovës. Besoni që në momentin që qytetarët e Republikës Kosovës do të bindën që subjektet politike kanë për qëllim ta dërgojnë Kosovën aty ku e meriton, do të ketë fillimisht ngritje pjesëmarrjes në zgjedhjet e fundit. E para e dytë do të kenë mundësi që të lëkundën votuesit në drejtim nga një grup në grupin tjetër. Nuk mundesh ti të tentosh të performosh në aspektin e një marrëdhënie serioze me qytetarë dhe partnerët e shtetit të ndryshme kur ti në ofertat të tua të listave kandiduese në këto zgjedhje do të kesh persona të cilët qoftë janë atakuar, qoftë janë në mund të themi në procese të ndryshme gjyqësore. Ne kemi nevojë që në këtë fushat, në listat e këtyre fushatave vendosim njerëz me për cilët mund të themi qytetarët e Republikës Kosovës do të jenë të bindur apo do të besojnë se kjo klasë politike do të dërgojë Kosovën aty ku e meriton, aty ku jemi përpjekur qoftë me luftën e fundit, qoftë edhe me sakrificat që mund të themi kanë qenë shekullore dhe të vazhdueshme. Një angazhim i subjekteve politike për një listim personave të cilët do të ushtrojnë besim qytetar, do të sjellë ndryshime eventuale. Nëse nuk do të ketë një listim, një ofertë të re, rezultati do të jetë njëjta dhe do të kemi një cikël të ri të zgjedhjeve të cilat do të prodhojnë edhe më shumë një siguri politike në Kosovë. A do të ndikojë në këtë, le të themi, në rezultatin e zgjedhjeve, në projeksionin e vullnetit qytetarëve të Kosovës,
çarja midis Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtit dhe si e vlerësoni fatin politik të Vjosa Osmanit para dhe pas këtyre zgjedhjeve? Pushteti i pozitës ka qenë ndarë në dy tabore, përkatësisht në dy individ. Ka qenë Albin Kurti, kryeministri i Republikës së Kosovës, dhe Vjosa Osmani si partneri i saj i qeverisës, ku i kishte mundësuar vendosjes së arës në pushtet. Ju e dini që në atë kohë besoj që Vjosa Osmani me grupin e saj politik kishte sjellur dikon rreth 100 vota për lëvizjen vendosje, dhe nëse njëta gjë do të ndodhë edhe në këto zgjedhje, atëherë jam i bindur që ndryshimet do të jenë. Por kemi edhe një tjetër zhvillim të ri që mund të themi po ndodh në Kosovë. Kemi një subjekt të ri që do të jetë pjesë e kësaj gare, që ka qenë mjaft aktive në politikën kosovare, por që s'ka marrë në pjesë në këto zgjedhje, dhe njëkohësisht gatishmërinë e subjekteve politike për të qenë pjesë e koalicioneve. Në rast se nisma socialdemokrate dhe në rast se aleanca do të bashkohen njerëz nga partitë opozitare, do ta shtojmë flotën e angazhimeve konkrete në teren për grumbullimin e votave, si dhe dega e VV-s që ishte dikur që në fakt tani po tentojnë që të garojnë në këto zgjedhje, ku kanë qenë shokët Albin Kurtit. Nëse ato do të marrin pjesë, atëherë s'është çudi që ato përqindjet e ulta do të kenë një ndikim edhe në rezultatin e përgjithshëm. Zoti Elezi, të falenderoj shumë për informacionet që ndam. Gjithashtu. Kënaqësi. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka kishim përgatitur për ju sonte nga unë Red Varaku. Natë e mirë.